Si kalohet fundjava në Mavrov, në Maqedoninë e Veriut? Qëndroni në këtë video. U nisëm nga Tirana në mëngjes dhe morëm rrugën e Arbrit, një itinerar që gjithmonë të jep atë ndjesinë e eksplorimit drejt diçkaje të re. Doganën e kaluam në blat dhe sapo hym në territorin e Maqedonisë së Veriut, pamja ndryshoi menjëherë. Dukej sikur natyra aty kishte një ritëm tjetër, më të qetë, më të egër dhe më të bukur. Ndalesa jone parë e shkurtër ishte në Dibër të Madhe, ose Debar, siç e quajnë maqedonasit. Ishte 28-29 nëntori, ditët e festave tona kombëtare, ndaj qyteti kishte një gjallëri të veçantë. Përballë nesh ndeshëm një grup të rinj që po përgatiteshin për një paradë me makina, të zbukuruara me flamurin shqiptar. Disa prej tyre kishin ardhur posaçërisht nga emigracioni, vetëm për të qenë pjesë e kësaj dite të shënuar. Ajo që m'la përshtypje ishte mënyra e zjarrt se si shqiptarët përtej kufirit e festojnë këtë datë me më shumë emocion, më shumë entuziazëm, sikur duan të bërtasin identitetin e tyre edhe më fort. Bravo Shqipe! Përshëndetje valla, gëzuar. Gëzuar. Ku jeton? Jeton jashtë në Amerikë. Qartë për festat, për festat. Çfarë po? Bravo. Me festu. Ju vini me festu festat, ne Shqipnis vim në Maqedoni. E përshtash, i shqiptar jena. Një energji që të ngjit dhe të mbush me krenari, sidomos kur sheh 10 kamion që shëtisnin me flamurin kuqezi nëpër rrugët e qytetit. Kur u shpall pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912, Dibra u konsiderua pjesë e territoreve shqiptare, por vendimi përfundimtar nuk varej nga shqiptarët, por nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër në vitin 1913, e cila e la Dibrën jashtë kufive të Shqipërisë dhe ja dha Serbisë, më vonë Jugosllavisë dhe së bashku me shumë zona të tjera të banuara nga shqiptar si Tetova, Gostivari e Kumanova. Ju tha vdora në fakt ambasadorëve të konferencës për të gjitha padrejtësitë që i bën trevave shqiptare. Atyre i është ardhur me kohë me vakt, por s'kemi ç'të themi tjetër. Kaluam përgjatë lumit Radika dhe liçenit të Mavrovës, që u krijua me ujin e këtij lumi edhe pse jemi në fundin e vjeshtës, natyra të jepte një ndjesi shplotëse, sidomos kur nisi një dëbore lehtë. Notat e gëzimit kalojnë çdo pentagram. Dhe këtu është ai momenti që vargjet poetike nuk kanë vlerë përballë këtyre pamjeve. Ja ku jemi edhe tek hoteli, Hotel Radika me 5 hyje. Ky është restoranti, do thoya, po është tualeti.
Qëndruam pak në dhomë sa për të shplodhur këmbët dhe tani do ikim tam darkën. Infrastruktura e resortit ishte e mirë, ndonë se kishte nevojë për pak rikonstruksione, por për çmimin që paguam ja vlente. Për 2 net me mëngjes dhe darkë të përfshirë, 320 euro çifti dhe një fëmijë me gjysmë çmimi. Na kishin rezervuar tavolinën me numrin e dhomës dhe ja ku u reatuam në tinguit e muzikës së Shqipërisë së Mesme. Do ta ketë në i Tiranës këtë se s'ka mundësi, vetëm këngë tiranëse. Me njëherë na erdhi edhe pjata e parë. Kjo është për të filluar antipasto. Pas kësaj, erdhi sallata individuale, rucola. Pijet nuk ishin të përfshira në paket, kështu që shishen e verës dhe 2 shishe ujë i paguam 35 euro. Pjata tjetër ishte me mish viçi dhe pule shoqëruar me perime. Menuja nuk ishte keq, por as wow. Në përfundim, një ëmbëlsirë. Jordani nga Gostivari ishte kamarieri që na shërbeu dhe ishte shumë mikpritës. Madje na erdhi edhe pasavazit për çfarë kishte dëshirë djalit konsumoj. E nesërmja nis duke ngrënë mëngjesin. Më pas, rreth e rrotull resortit, pak rikthim në fëmijëri me topa bore dhe plakun e dëborës. Mavrova është rrethuar nga pyje të dendura dhe ka dhe një liqen karakteristik artificial dhe si park kombëtar është që prej vitit 1950, viteve 50 pra. Nuk është pjesë e territorit shqiptar, por ka shumë shqiptar që banojnë këtu, por ka qenë pjesë e vilajetit të Manastirit, kështu që është një vend që ja vlen ta vizitosh, sidomos në dimër, sepse bora ka zbardhur gjithandej. Si quhet ky Matej? Snowman. Plak të bore. Edhe ja ku jemi në mes të procesit. Ja i kena bë barkun. Lagu të borës. Ja, urt. Jemi 1400 metra mbi nivelin e detit dhe natyra është fantastike. Përveç resortit, këtu nuk ka alternativa të tjera, vetëm nëse shkon në Gostivar apo Shkup për jetë nate, dhe ne eksploruam pak zonën përreth. Resorti kishte edhe vila për akomodim më privat. Ishin shumë të bukura nga jashtë, se brenda duhet i shohim një herë tjetër. Ishin ndërtuar me plan, jo si tek ne njëri më lart e tjetra më poshtë, madje ishin të gjitha njësoj. Siç u thash, nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër pasi edhe pista e skive nuk ishte e hapur ende, kështu që me vrap një pishinë dhe spa. Që ka shumë nxehtë. Pak minuta në sauna dhe përsëri për jashtë se temperatura shumë e nxehtë.
dhe qëndruam këtu deri në mbrëmje. Ndërsa tani kemi ardhur të konsumojmë një kafe, pastaj do ham darkën, se jemi ende herët. Por atmosfera e vitit 3 ndihet sa po janë ndezur dritat. Shumë bukura. Ja ku jemi përsëri tek restoranti. Ndërsa menun e darkës për sonte nuk e dim. E nisim me një sallatë dhe me një antipas djatrash dhe sallamrash. Pjata e mishit me një salcë dhe bizele pasoi me një tiramisu që ishte shumë e mirë. Kësaj radhe, mëngjesi erdhi me diell dhe ne bëhemi gati të konsumojmë mëngjesin që ishte identik si i djeshmi. Mirë mëngjes, ja ku jemi në ditën e tretë dhe të fundit dhe po shkojmë të konsumojmë mëngjesin. Uroj që të ketë salqiqe dhe mos të jetë njësoj si dje. Ciao për Matej. Dhe tani nga Mavrova do ikim për një vizitë të shkurtër në Shkup. Ju thash që natyra është shumë e bukur nga këto anë dhe pas 60 kilometrash ja ku mbritëm në Shkupin e shqiptarëve. Shkupi është shumë multietnik. Pjesë e popullsisë janë me prejardhje nga komunitete të ndryshme, Maqedonas, shqiptar, turq, rom e të tjerë. Dhe feja shpesh përkon me përkatësinë etnike, por jo gjithmonë. Është shumë interesante në fakt në Shkup, nga njëra anë po këndon Hoxha dhe mu fiks përballë, ja këtu, sa po ranë këmbanat e kishës. Ndarja e Shkupit në pjesën shqiptare dhe pjesën maqedonase nuk është ndarje zyrtare, por ndarje sociale, historike dhe demografike, e cila është krijuar natyrshëm gjatë dekadave. Ma shkruani në koment mendimin tuaj për Shkupin nëse e keni vizituar. Ju ka pëlqyer apo nuk ju ka pëlqyer dhe me cilin qytet mund ta krahasoni. Qa gallate, shi qa kusuri €1 më dha. Ju janë €1. Realisht edhe pse vi për herë të dytë këtu, mua më pëlqeu më shumë kësaj here. Ajo që nuk më pëlqeu ishte kjo që ndesha mbi urën e gurt. Disa burra në moshë që mes njëri tjetrit përpiqeshin të gënjenin turistët apo kalimtarët e rastit, duke i futur si padashje në lojën e bixhozit. 50 euro fitoje nëse gjeje këtë topin e letrës. Është për të ardhur keq që në fakt lojra të tilla të viteve 90 ende zhvillohen në zemër të Shkupit. No kamera tha zotnia, po unë nuk e fika pasi e dija se si do të merrte puna. Dhe në këtë rast, interesi publikut thyen çdo etikë gazetareske. Ne napravljena reklama. Što da praviš? Qa të bëju? Me merja. Ta gjeju ku është? Këtu? Pare, pokaži pare. Nuk luj bixhozun. Jo, tregoja që ki. Si ta tregoj? Tregoja që ki. Po pra këtu e ke. Tregoja tuja, kujton që s'ki pare. Kujton që s'ki lek. S'ka mund pare? Po si ka marrë deri këtu? Pokaži 50, do vje 100. Tregoja 50 në qini merë. Do vje 100, gospodin, vi 50. Ja, i kam tu 50. Nuk i duhe edhe po ta gjej. Po uloži 50. Tregoja merë ti. Ima. Tregoja. Nema problema. Nek nađe 50, nek uzima. 50 lek. 50. 200 po të tregoj. 50. Heki, Heki merë.
Që 100 edhe merri, hap. Di, Hap edhe merri. ovo i lovo këtë, di. Jo, por nuk nuk legoj. Jo. Prit. Čekaj, dajmo, čekaj, polje. Ashtu. Gospodine, lopta ste traži, lopta. Ja, këshire, mirë, po, të dush me përcel. Lopta ste traži, Që stash me? Evo sad Që važi, stash me, kome će sad, sad važi di. Merja stash, merja po. Ja, por nuk luj unë bixhaz. Ja që janë, Možika, di. që kjove? Možika, di. Ajde, hoćeš di. Futja dorë. Merja more pëse se more. Qa ti marr? Merja more 50 euro. Për qa më duhet? A erin gjithë ditën aty bankumar, unë ti marr 50 euro. Jo, more, ajo. Mu qepa i plaku, o donte me ma marr 50 euro, o s'kishte. Këtu ka qenë edhe shtëpia e shenjtores dhe një prej figurave më të mëdha që është Nën Tereza, cila ka lindur në Shkup. Ball për ball me njëri tjetrin, një profesion që është zhdukur thuajse, jo thuajse, por shumë rrallë mund të gjesh në Shqipëri, pra ai lustraxhiut që të lustron këpucët, dhe profesioni që nuk mendoj se do zhduket ndonjëherë ai lypsit. Dhe tani është momenti të ngrohemi pak te ky bari shumë interesant. 2 çokolata të nxehta dhe një double kafe të madhe pra, që ishte gjysmë po e madhe po e quajnë, kushtuan 700 dinar, që bëjnë rreth 12 euro. Ndërsa kjo është shtëpia muze e Nën Terezës në Shkup, një monument modern i ndërtuar në nder të humanistes shqiptare me famë botrore, e cila lindi në këtë qytet në vitin 1910. E vendosur në zemër të Shkupit, pranë vendit ku dikur ndodhej kisha e saj e pagëzimit, muzeu kombinon arkitekturën bashkëkohore me element simbolik të jetës dhe misionit të saj. Brenda saj gjenden objekte personale, fotografi historike, dokumente dhe instalacione interaktive që tregojnë rrugtimin e saj nga fëmijëria, thirrja fetare, puna misionare në Kalkut dhe çmimi Nobel për paqe. Ambientet e muzeut ofrojnë një përvojë të qetë dhe relaksuese, duke e bërë atë një nga pikat më të rëndësishme kulturore dhe shpirtërore në Shkup. Shtëpia na ngjalli interesin të vizitojmë edhe kishën në të cilën ajo u pagëzua. Sigurisht që nuk mund të largoheshim nga Shkupi pa vizituar edhe pazarin e vjetër, Çarshia e Shkupit, që është një nga lagjet më të lashta dhe më karakteristike të qytetit, me origjinë që shkon përtej periudhës osmane. I vendosur në anën lindore të lumit Vardar, ky kompleks historik ruan atmosferën e një tregu tradicional me rrugica të ngushta guri, dyqane artizanale, punishte metali, argjendari, parfumeri orientale dhe shtëpi të vjetra tregtarësh. Kaq edhe për këtë video dhe për këtë vlog të kësaj të enjte, ju lë takim në javën e ardhshme të enjte në orën 19, jo me vlog, por me podcast.